Mirëmbrëma dashur teleshikues, jemi sërish këtu në emisionin Qëndrim nga unë Teddy Mene në ACTV USA. Sonde do të kemi dy personazhe të ftuar në studio, të dy shumë interesant. Në krahun djathtë do të kem diplomatin shqiptar, ambasadorin dhe përfaqësuesin e Shqipërisë në negociatat për Bashkimin Evropian gjatë vitit 2020-2022, zotin Zef Mazi, cilin e përshëndes dhe falenderoj që ka ardhur në radhë të parë në komunitetin tonë shqiptar të Michiganit dhe në radhë të dytë edhe në studion e ACTV-s. Mirë se vjen në studio. Dhe në krahun tim të majt më ka kërkuar që mos ta prezantoj në rolin e tij si prift, për arsye se janë disa tema të cilat nuk dëshiron të përfaqësohet në emër të kishës, kështu që po them thjesht Fred Kalaj. Mirë se vjen në studion e ACTV-s. Mirë se gjeta, faleminderit. Atëherë sonte këtu në fillim do të flasim për vizitën e ambasadorit në komunitetin ton, ashtu dhe në një event që është bërë në këtë komunitet, do të ndajmë disa opinione tona dhe më pas do të dalim gradualisht edhe tek tema e integrimit të Shqipërisë, me që është një temë që prek tepër shumë aktualitetin, qoftë për mërgatën shqiptare dhe qoftë për bashkëanëtarët që ne kemi në AD. Po nis pyetjen, si u priti komuniteti një? Si e gjetët ngrohtësinë e këtij komuniteti? Së pari duhet falenderoj komunitetin shqiptar të Kishës Katolike të Shumpalit që më ftoi për të qenë folsi në një aktivitet që këtu mësova. Kishte 30 plus vite që organizohej, me rastin e kryengritjes shqiptarëve të Malësisë Madhe të vitit 1911. Më bëri shumë përshtypje pjesëmarrja e gjerë e njerëzve e komunitetit shqiptar të Kishës në këtë aktivitet. Më bëri shumë përshtypje pozitive, një pjesë pjesëmarrësve shumë të vëmendshëm dhe shumë të gëzuar për të festuar një fest të tillë. Unë jo vetëm që pata një lloj ndjenje mjaft pozitive, por u bëra një përgatitje për këtë fjalim, për këtë fjalë që do maja para komunitetit shqiptar. Ndoshta ishte një fjalë më e gjatë se që mund të duhej për një audiencë të tillë, por përgatitja fokusi i përgatitjes time ishte që të lej këtë mesazh. Kryengritja e Malësisë Madhe. Mesazhin do të dëshiroja ta thonit për njerëzit. Drejtuar kamerës. Kryengritja e Malësisë Madhe e vitit 1911 nuk ishte një event, një ngjarje e rastësishme, as një ngjarje e vetme. Nuk duhet krijohet përshtypje se kjo ngjarje ishte dhe mbaroi me një mishë. Filloi dhe mbaroi në atë vit. Mesazhi që unë dash në atë përshëndetje që bëra ishte që për të arritur në 1911 janë bërë një numër aktivitetesh të mëdha. Ka pas kryengritje shqiptare të 1908-s, ka pas kryengritje të fisëve shqiptare të 1909-s, të 1910-s, çka kulmoi me 1911-ën. Ishte një aktivitet i madh në atë kohë që zgjatej për disa muaj, nga muaji mars, prill deri në fund të korrikut gushtit, kur u konsiderua që të mbyllet ky manifestim shqiptar, ky kryengritje shqiptare e madhe. Kjo kryengritje asaj kohe krijoi bazën, në fakt, sepse erdhi crescendo, duke u ngrit niveli i kryengritjes shqiptare për autonomi së pari ndaj autonomi nga Perandoria Osmane, edhe e cila do të çonte më vonë në pavarësi. Pra, shqiptarët vetë nuk kërkuan pavarësi që në fillim. Krijuan bazën, vendosën tëra tullat që na i çoi të shqiptarët në atë kohë, në vitin 1912. Jo vetëm për nesh, por edhe për udhëzimeve të partnerëve që ndihmuan, në Austro-Hungaria dhe të tjerë. Nuk ishte thjesht zgjedhja jonë, po duhet ta kuptojmë mirë që ato lëvizjen asaj kohe, ndërhyrja e Austro-Hungarisë është më e vonë se sa ne e kemi mendojmë. Për arsye se në 1908 nuk ishte shumë aktive Austro-Hungaria, por e ndiqte nga afër. Në 1909-ën lëvizjet e 1909-s përsëri ishin shqiptarëve kryesisht, dhe kur erdhi puna e pavarësisë, të gjitha këto shtruan tullat, vënë themelin e asaj lëvizje të madhe të 1912-s, ku Austro-Hungaria luajti rol shumë pozitiv, shumë të madh, që është e vërtetë çka thonë ju. Kështu, po kjo ndodhi në 1912-ën.
në atë kohë bile mendohesh që për krahje që Austro-Hungaria po I bënte lëvizjes shqiptare, si Mali Zi, ashtu dhe Turqit mendojnë që këtë Austro-Hungaria e bën për interesat e veta, që ishte kundër perandorisë osmane, influencave të saj në Ballkan, është paketa e tërë elementeve. Është fakt që mas disa lëvizjeve të tjera gjatë vitit 1911, si Kronjitja Hasit, themelimi I shoqërisë Vatra në Amerikë, edhe shumë kërëngjet të tjera të vogla, në periudat shkurta, më të shkurta kohë, çuan në mbledhen në ngritjen e flamurit në Durrës, 27 nëntor 1912, për herë të parë shkrit flamuri në Durrës, ku ul flamuri turk dhe u vu flamuri shqiptar në tëra godinat administratës të asaj kohe. Dhe një ditë më vonë u shpall pamarësia e të gjitha trojave shqiptare nga Ismail Qemali, u shpall pamarësia në Vlorë. Është shumë interesante se në atë kohë, mas shpallës pamarësisë, brenda një jave, fuqit tjera që ne kishim për rreth, që Shqipëria kishte për rreth, me njëherë u futën të Korç. General Damjanosi në Greqi u futën në Korç, për disa arrestime, disa masakra dhe I blu edhe dyqanet e Korçës I blu të bardhë, si flamuri grek. Ndërkohë, 3 ditë më vonë, Austria, në revistën e Salzburgut, në gazetën e Salzburgut, botoi një hartë parë. Krijohet një shtet I ri në Ballkan. Dhe foli për Shqipërinë, ka vendosur dhe hartën, siç e kishte përcaktuar Komiteti I Pavarësisë I Shqipërisë. Dhe në fund të këtij artikulli, Franz Josefi, bërë I Austro-Hungarisë, dalë të fjala juaj, I bërë një thirrje popullit dhe tha Turqia jo vetëm që nuk duhet ta pengojë, por duhet ta përkrahijë pavarësinë e Shqipërisë. Shkruan austro-hungarezët. Kështu që e gjithë kjo vazhdimësi ishte synimi I asaj fjale që unë bajta atje për treguar që shqiptarët nuk e bën një rast, një one-off event, por ishte një vazhdimësi e madhe aktiviteteve. Padyshim. Edhe nuk ishte thjesht një kryengritje që erdhi për shkak të një revolte momentale. Ishte e gjitha pjesë e një strategjie, kishim të gjitha kapacitetet, qoftë edhe intelektuale, nuk ishte thjesht një grup persona që u çuan me armë, domethënë, sepse ndryshe nuk do ta kishim asnjë shtet sot. Por nuk dua të hym tek diskutimi I gjeopolitikës atyre viteve. Jemi më tepër tek edhe se si shkoi ky event, dhe këtu dalim tek ju, që sigurisht ne këtu në komunitet mund të themi që ky komunitet organizon plot evente të mëdha dhe është aktiv në shumë evente të ndryshme, në shumë dimensione të ndryshme. Dhe siç ju e patë që pjesëmarrja ishte e lartë. Shumë e lartë. Dhe jo vetëm pjesëmarrja, por dhe entuziazmi që është përbën një tjetër rëndësi dhe është një kapital për ta çuar patriotizmin dhe të ardhmes. Si mendoni, me që eventi ju takon ky event dhe ju e keni ftuar dhe ambasadorin, si mendoni për impaktin e eventit për ta lidhur çështjen kombëtare dhe patriotizmin me të ardhmen? Për arsye se gjithmonë qëllimi ynë është që ne ta trashëgojmë të brezat e rinj, sepse ju tashmë e keni, zotëria tashmë e ka. Qëllimi është si mundet që të rinjt, sidomos këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose më specifikisht në komunitetin tonë të Michiganit, ta çojnë këtë kaos përpara, në mënyrë që këto evente mos jenë thjesht folklorike, por të jenë konstruktive, që ne kemi një lob tonin këtu. Ne si shikoni rolin e eventeve në përgjithësi pyes, jo vetëm për këtë event. Drejt patriotizmit drejt së ardhmes, pra patriotizmi si kapital. Bravo. Po, tamam ashtu, krahas me detyra numër 1 e kishas gjithmonë me shpall lajmin e Zotit, me administru sakamentet, që I duhet. Edhe atëherën janë për me lidh komunitetin me njëri tjetrin, me forcu, me identifiku ata vetin. A shumë rëndësishme si në çdo aspekt tjetër, me ditë për ku vjen, atëherë mundesh me ditë kush je, edhe atëherë mundesh me pas një perspektivë më të ardhmë për të ardhmen. Nuk mundem me ditë të ardhmen, kene me kanë turbulluar kjo se nuk e dina të kalumen. Kja është arsyeja pse I kujtojmë ta festa kaq mëdha që janë marrë kombëtare, e një prej këtyre është edhe Kryenitja e Malësisë. Me të vërtetë na kanë faleminderes, po tash publikisht po të falenderoj zoti ambasador që pat mundësinë për me ardhmë edhe me të vërtetë e kanë prit me entuziazëm edhe me interes. Gjithashtu atë kompletat fjalimin tuaj, atë zgjanumin që e keni, kena me vu në internet që në dy agjum që ju keni prodhe në anglisht edhe në shqip, që mundet me shiu të dy. Pra dhe herë, brazat e ri me ditë për e kuvim. Nuk ka puna këtu me kanë kerenar, gjithmonë e kam theksu
krenaria është me diftu që jam ma mirë se ti. Mu më meshtin me në gjithmonë fjalët e Frashit, që thot, ti Shqipëri me e pënderë. Nuk e thot më banë krenar, me pënderë. Me kanë shqiptar është nerë, për para Zotit e këta. Nuk as jam maj mirë se tanë tjerë, por nuk ka kur kush maj mirë se unë këtë drejtim. Pra ndaj është me kanë njerëzit që janë shqiptarë, generatat e reja, sidomos, të o ditë kalumin me pas nerë që i kanë gjak shqiptarit, edhe që ta shikojnë ata virtyte që i ka rujt popullin shqiptar për gjatë. Tanë ata festat që është për një moment, jo vetëm që i bashkon popullin, që i banë tanë bashkë, po i banë vedishëm për e ka vit, për vlerat që i kanë. Edhe atëherën, aja ka shtru bazën, ka vu themelit, për me s'ma për para. Edhe në kërkesa, edhe, si i thojnë të anglisht, to aim high, me shku aty ku menojnë sa ma mire ma. Nëse mund të shtoj çka tha Don Fredi. Rëndësi në një analizë të një eventi, një ngjarje kaq të madhe, asaj kohe, bëhet fjalë për 115 përpara, rëndësi ka jo vetëm thjesht ngjarja që ndodhi, por rruga që përshkuan për të arritur këtu ku jemi. Pra janë shumë aktivitete ndërmjet që janë bërë, dhe kur e shef rrugën që ke bërë, detyrimisht edukon brezët e ri, detyrimisht shef përpara. Duke pa përpara, unë shoh përpara se vim mbi këtë bazë. I build upon this, unë hypi mbi këtë bazë dhe shkoj edhe më lart. Kështu duke pa rrugën, tregon vështirësinë e madhe që ka kalu kombi jon. Vështirësinë enorme që ka kalu në atë kohë, para sa të fitonte pavarësinë, edhe mas fitores pavarësisë tonë në 1912 nuk ishte e lehtë. Se ambasadorët që u mblodhin në Londër nuk ishin që Shqipëria po i njifet pavarësia e Shqipërisë menjëherë. U deshin 2-3 vjet tjera, kalon pastaj shkon punat e lidha kombëve se flas lufta e parë botërore. Komplet rruga, po. Patjetër. Të shti vetë duke folur për këtë rrugë që ka ndjekur kombë shqiptar është edukimi që e ngretet me shumë drejt mendoj unë, është edukimi patriotik që i bëhet jo vetëm vetes tonë sot duke mësuar më mirë historinë, po brezave të ri që ka shumë rëndësi për vazhdimsinë e kësaj pune. Tani edukimi brezit të ri me këtë. Valkohalli diçka shumë të rëndësishme për mendimin sidomos libri juaj që ja për Kosovën, ata mëshetësi diplomatike, është i mrekullueshëm. Sa është e njëjta filozofi që ka kanë dikur ashtu edhe sot, vetëm në ngjyra të tjera, ka të njëjtën emën, një farë mënyrë, atë një ata politikat marrpaskenat që kanë ndodhur kohën 1911 në 12, vetëm emën të tjerë me një ngjyrë tjetër, por në esencë e njëjta. Pra duhet me kanë për brezat e ri që vinë një farë mënyrë kjo se mund me thanë, duhet me kanë si me marrë një vaksinë. Pra tu i shikju se ku kalu Shqipnia, në qëfar kurthash, në qëfar shtigjesh të mushtat vështira, një ashtu vazhdojnë prep. Pra me kanë përgatitur, një me e improvizu ata kundërshtimit që na bajnë sërbëte, që na bajnë grekte e vendet tjera. Popujt e tjerë, patjetër. Kjo që thot Don Fredi, ka të bëj shumë edhe me një element tjetër që unë do ta përkfizoja ose do ta përshkruaja në këtë formë. Me pavarësinë e Shqipërisë nuk përfundoi harta e Shqipërisë. Nuk përfundoi as mas lidhjes kombeve. Nuk përfundoi harta e Shqipërisë as mas krijimit federatës serbo-kroato-slovene. Nuk përfundoi harta as mas luftës dytë botërore. As mas kushtetutës 1974 të ish Jugosllavisë. Harta e kombit shqiptar sot në dy shtete përfundoi mbas luftës në Kosovë në 1999. Dhe në atë kohë pamja hartës është pothuajse, nuk them e plot, po pothuajse parafërsi mjaft madhe me realitetin, përfundoi eksakt në 2010. Sepse në 2010 u mor vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e OKB-s që pavarësia e Kosovës, shpallja e pavarësisë së Kosovës nga Kuvendi i Kosovës nuk ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Është në përputhje me të. Dhe këtë rrugë me që përmendët ju Don Fredi, nga 91 deri në 2008 unë e kam përshkruar me hollësi në librin Kosova lufta e heshtur, studimi i cilës ka qenë të njihet publiku çka ka ndodhur, çka ka bërë Shqipëria për pjesën tjetër të kombit shqiptar.
Kam bërë dhe vetë deleguesit e Kosovës, është vërtet, absolutisht. Po Shqipëria ishte në organet ndërkombëtare, ishte antare dhe kishte zë atje. Dhe kjo nuk është botuar ndonjëherë, të dokumentacione nuk janë botuar ndonjëherë të sakta, për herë të parë janë të kompletuara në mënyrë sintezë programatike vjetore, 91, 92, 93, 94, 95, çfarë është bë? Dhe mund këtë janë. I këtë falenderoj me gjithë zemra, është një kontribut i paqmueshëm, më besoni mu, mjat filozofi, si e ke shikjua dhe mundet më ndërtua dhe mrapa. Dhe mi pa këta aspektet që ka me pru ardhmja për Shqipnin e për këtë popullin tonë. Shpresoj. Tani, duke qëndruar pak tek the përdore simbolikën e vaksinës, që është shumë e saktë. Tani, unë kam diçka e cila nuk ma çon, pa nuk e shoh të plotësuar deri në fund punën që duhet bërë për të lidhur me të ardhmen. Jam dakord me ruajtjen dhe mbrojtjen e kulturës, në mënyrë sepse duke ruajtur dhe mbrojtur vetëm ashtu mund ta trashëgojmë, po nuk e ruajtur nuk e trashëgojmë dot, absolutisht. Por ruajtja dhe mbrojtja është një gjë dhe shfrytëzimi është tjetër gjë. Ne duhet ta shfrytëzojmë kulturën për të ecur përpara, jo thjesht ta ruajmë atë. Për arsye se nëse ne u kujtojmë të rinjve çfarë ka ndodhur, kjo nuk përbën një mënyrë eksplicite se si ajo lidhet me interesat dhe nevojat e të rinjve sot. Pa ne du ta përputhim që atë jetë e lidhur me interesat dhe nevojat e të rinjve sot. Njëri këtu në Amerikë, konkretisht, shembull, shikon jetën e tij si çdo i ri, pa ka hallet e tij, do paguaj shkollën, do paguaj makinën, njërin tjetrën. Dhe shpesh herë i duken mësime historie ato që ne japim, sepse ne ja japim në një mënyrë që e bëjmë historinë sikur është relike. Dhe duke e bërë si relika ajo vdes në të shkuarën. Ne duhet ta përdojmë në një mënyrë që ajo shfrytëzohet për të ardhmen. Dhe mua më interesonte edhe me pyetjen që ju bëra, pra si mundet që këto evente ta bëjnë këtë histori që të shfrytëzohet nga të rinjt për të ardhmen. Pra ai riu të kuptojë lidhjen e kulturës me interesat e tij, sepse vetëm ashtu ai do të ketë motivimin për të shkuar përpara. Kokra ka që e bëjnë pavarësisht se situata, por flasim për masën. Është ty vepër, jetë ke fol plotësisht drejt. Jo i herë, po me shumë herë, kur bëj predikimet e në kish, edhe lexojmë për testamentit vjetër, janë historina 3000 vjet para. Mreti David 3000 vjet para. 1900 vjet para Krishtit. Janë 3000 vjet për para. Edhe gjithmonë i thom njerëzve, pse e na mbledh në kish këto? A kena ardhur për me një libër historiet, se çka ka ndodhur te një mret 3000 vjet për para, apo mund na më mësu diçka? Gjofë se kena ardhur vetëm me një histori, atëherë keni ardhur me pobimi mësues historiet e kam ju luftu. Problemi është se mreti David ndodh sot. Mreti David jena na. Problemet që kanë ndodhur para 3000 vjetëve janë problemet tona. Kanë thashë dhe kanë forma të ndryshme, por në esencë është e njëjta. Pra me shumë në kjo se shkrimin shet, e jam të thënë edhe historia e popullit shqiptar për të gjeneratat e reja, nuk ka mu apliku në jetën e përditshme, atëherë nuk keni ardhur. Na jenë aty lexoj libër historiet, nuk ka libër i shajt. Libër i shajt, bati i shajt, kjo se na mësoj për të kalumes, që me mujt me zhvun në shfrytëzim, edhe me vun funksion tashmes, për të mirën, gjithmonë punët keq. Bravo, jam shumë dakord me ty, është original është. Pra ne nuk do në me bas si relike, po me rujt si relike, si puna ati simboli që kur është bërthën ka mren pafundësisht. Mund të bëj një koment në këtë linjë. Po dhe gjithmonë edhe te komenti, pra si po e ekzekutojmë në këtë dhe sa po e ekzekutojmë lind pyetja. Këtë do të them. Të gjithë e dim se sa vlerë ka një dokumentacion arkivor. Patjetër. Në qoftë se një dokumentacion arkivor nuk shfrytëzohet, ai është futur në arkiv si me e çu diku që nuk e kapin më me dorë. Puna është se sa shfrytëzohet, si analizohet dhe si jepet publikut materiali arkivor, se jo 100% një dokument arkivor është i vlefshëm. Duhet bëhet një studim i arkivës nga ekspert juridik, të drejtës ndërkombëtare, të drejtës civile, të drejtës sociale, me radhë, ta studiojnë një arkiv, të nxjerrin konkluzionet e saj, duke nxjerrë konkluzionet, arkiva nuk është në varrezë. Arkiva është material, është dokumentacion i gjallë, lëviz gjallë, ecën. Bëhet prezent. Bëhet prezent. Këtë gjë kam bërë në librin që përmendi Don Fredi, që është prezent material arkivor që e kam shkruajt, e kam firmos, me data, me numër protokolli, që është dërguar presidentit, kryeministrit, ministrit jashtëm, pa ato janë të mbyllura. Kanë qenë të mbyllura deri tani.
po t'jepen të gjitha siç janë shkruar kaq vite përpara, nuk ka më interes, sepse një faqe material arkivor ka 2 paragraf ose 1 paragraf thelbi i saj. Po. Pra, në këtë material më të gjatë do të kapësh thelbin që t'i japësh njerëzve, ta analizosh të këtë thelb dhe është eksakt si e përmendet ti, që kjo është në shërbim të mësimit në kaluara dhe përdorimit të saj për të ardhmen. Po, kjo më pëlqen. Ju përgjigjet pyetjes që do ju bëja të radhës, unë që do ishte cili ishte kontributi juaj për ta vënë këtë në ekzekutim. Kjo është për libër. Dhe kjo është përgjigja. Tek këto libra dhe këto punë dhe këto konkluzione që ju keni nxjerrë. Dhe sigurisht besoj se edhe ne si televizion mund t'i ndihmojmë që këto konkluzione të jenë sa më publike në rastet që ju e shikoni të arsyeshme që populli të vëdësohet. Sigurisht duhet ju bëjtë të njëjtën pyetje, sepse kemi vënë në 2 krahë. Ju pas kemi vënë nga krahu i Amerikës, ju vëni nga krahu i Shqipërisë. Kosovën e kemi që na bashkon. Kosova jam unë. Tani Kosova pyet Shqipërinë. Si e keni si kisha në flas për aktivitetet adetare e vënë në ekzekutim këtë pra siç e tha dhe ambasadori, ne vënë në ekzekutim këtë kalim tek pra këtë ndërtim të konkluzioneve, këtë patriotizëm konstruktiv. Siç zotëria tha nëpërmjet konkluzioneve në mënyrë që ta ndërtojnë në një burim dije dhe në një kapital që ne të nxjerrim mësime, apo jo, nëse e kuptova qartë. Tani pyetja ime është si kisha e bën këtë nëpërmjet eventeve të saj adetare në Michigan patjetër. Bravo, nuk duhet për kish, në aktivitetin e kish, nuk duhet me i ngatruat nivelet e proporcionit, bravo. E thot një vend Krishti, në pi Cezarit që ajto kon Cezarit, në pi Zotit që ajto kon Zotit. Kuptimin Cezarit, botës, jetës, shtetit, por në pi Zotit, nuk duhet me kalu aja Cezari, me pas maranësi të misioni i kis, se sa me pas misioni i Zotit. Kështu që na gjithmonë e kena të anën e Zotit, por gjithmonë na punojmë token, kjo se muna me thanë, e punojmë token që kur vim mjallë si me e gjetë gati. Po nuk shkojmë na për me mjallë, na e mjallim, sepse kena liturgjit, kena shqipe, kena klasat shqipe, kena grupa të që mësojnë qifte lid, lahutën, pangë, mi fjallë tana këta grupe që banë me e majtë gjallë, adin por në gjithmonë kisha të jalen dorë aty në ekspertve, jalen dorë aty në të mirëve, që me kap me që nuk kisha me mujtë kurrën për jetë jetëve me e ba librin që ka ba ambasadori. Zdijam kuptën sepse puna ati ka ba me hine për ata kanalin e për ata vende që asi njëri thjesht mundet në Shqipni me kanë shpar dësoj pozitet me shku deri aty. Pra ne kja pa ka shumë atin, unë gjithmonë kam qef me mujtë me shikju kështu. Në lidhi me qeshqin kombëtare që është shumë rëndësishme. Na thojmë në Shkodër, the e atë dhe, është the e atë dhe, është jashtëzakonisht e rëndësishme me punu token zemrat e trive që e na shqiptar, atin, edhe që me kuptu që e na shqiptar me nerë, me marrë nerë që e na shqiptar, edhe atëra një ata vlerë që i marrin prej prime me mujtë mi avancu, edhe me studiu me zjarë gjanë tjera më të mira, nuk ka thanën me marrë një që na i napim 10, a i mi dhanë 9 fëmisa dhe e tjetër 8 e më rrallë më shku më shdo. A i mi dhanë 9, a i me dhanë 12. Adin sepse mundën me pas tjera, ka tjera mundësi nësët. Jo, e kuptoj patjetër që është e ndërlidhur me objektivin ose interesin fetar të institucionit, sepse është institucion fetar dhe Po, tamam. Pra të punë është. Exact. Është do në rregull. E vetëm gjë që unë do të diskutoja këtu, nëse ju dëshironi. Po sigurisht edhe me opinionin e ambasadorit, sepse po e bëjmë si tresh e bashkë, më thënë, nëse jeni në rregull dhe me këtë bashkëbisedim, është sepse e para të pranojmë mirë që ne jemi minoritet këtu. Po. Okej, pra do ishte ndryshe të ishim 50 milion shqiptarë, do të flisim ndryshe. Jemi një minoritet që përpiqemi, jemi në fazë mbrojtje, nuk kemi në fazë sulmi. Ne jemi në fazë mbrojtje. Edhe sigurisht gjithë institucionet që ne kemi këtu, institucionet fetare, mediat, e çdo gjë tjetër, institucionet fetare flas për çdo institucion fetar, për çdo feje. Për çdo institucioni fetar ose mediatik ose gjithë çfarë i cili është shqiptar, përkrahet nga ky komunitet. Por arsye se sigurisht këta persona kanë edhe mediat huaja. Po prap shqiptarët vinë tek mediat shqiptare, sepse është media shqiptare. Ka dhe kishat huaja. Po prap ata shkojnë te kisha juaj sepse është kishë shqiptare. Ka dhe xhamit huaja, se mos thonë njerëzit pse merr vetëm kishën. Po ata shkojnë te xhamia shqiptare sepse është shqiptare. Dhe kjo është ajo që do i lidhë këto institucione me këtë çështje kombëtare.
Dhe prandaj dhe ju a bëra pyetjen e ekzekutimit të këtyre të çështjes kombëtare. Jo se unë nuk e kuptoj se kisha ka sigurisht qëllimin e shenjtë fetar, që është qëllimi i shenjtë. Dhe është i vlefshëm, sepse për atë punë janë ndërtuar kisha dhe për atë punë përkrahet xhamia e çdo feje. Pa dallim. Por nga krau tjetër është edhe detyrimi se këto institucione ekzistojnë vetëm prej flamurit shqiptar, se ndryshe do shkonim tek të huajt. Media, unë nuk do bëja dot emisionin, do shikonin njerëzit CNN-in, por e bëj se kam këtë flamurin që CNN nuk ka. Ashtu si kishta, ashtu si dhe xhamia, dhe prandaj dolat në atë stil të bërit pyetje. Është mrekullueshme, perfekt. Kam idenë se në ty shku njëtin vend, po në dy rrugë të ndryshme. Thash edhe i herë që më me aktiviteti i kish nuk është as i fije më i madh sa është i xhamisë i Teqes. Në kuptimin ka ana e kombëtare. A këtë po gjithmonë të rujt raportet. Këtu nuk ka puna se kjo sa një herë një nevojë, një mundësi për me bë diçka për Shqipërinë, mos me bë. Kisha jon edhe xhamia edhe Teqa kanë shkuar në demonstrate kur ka kanë për Kosovën me ngrit priftave të imamit edhe të babat. Gjë kupton, ka kanë puna, kam shkuar unë në Washington kur janë arrestuar ata në Malzi që doshin më akuzu si terrorista e me rrallë, kena fol aty me kongresmenë me tana. Por e kam fjalën nuk ka numrin në ena edhe i herë, se nuk kam dëshirë, se shpesh herë më thojnë, më falë se po iku në është pak për te, më ka thani një person, më ba një përshtypje, më tha, Dom Fred, tha, ashtë a dheu para, ashtë feja para. Adin, kja është arsyeja. Unë për mendimin të më ashtë feja, edhe i tha ja. Edhe shumë interesant ke argumenti ti, tha, unë kam le, tha, shqiptar, mas 10 ditëve më ka që baba nana në kish, edhe jam pak zua, jam ba kristian. Pra jam ma par shqiptar, atë jam kristian. Atëherë në pyç që është, thaq, ti e beson Biblën, tha po. Atëherë në shkrimi shajt në thot ne, për parë se mu kriju në barkun e nanës, unë të njofty. Pra në kena kanë të zoti, parë se mu ba shqiptar, pra ne del feja për para edhe. Por ata nuk janë dame, aja një. Këtë do të thënë, nuk besoj se është pyetja kjo apo ajo. Bravo. Por thash edhe na duhet me majt. Për shembull që librin që ka bë ambasadori e kena ble 50 kopje, i kena 26 aty, do të bëjmë çmos me shumë me Allah. Do na sillni edhe një studio. Patjetër, edhe në fundit ka marrë kohën ose që kur të vinë edhe që ta marrin edhe me fal. Edhe më mi marr shpenzimet kisha, për asa është kaq e rëndësishme, vetëm për informim, është një informacion kolosal, i mrekullueshëm. Pra në këtë drejtim bëjmë në adit, po nuk muna me kanë të parë, kështu sa të janë prishen ata ekuilibrat, edhe nuk ka bukur. Në rregull, unë jam këtu për të pyetur, do ta bëjmë atë të librit patjetër. Do ta bëjmë në një emision në të ardhmen, se sot nuk erën për atë punë, do ta bëjmë do një pasazh, një bisedë posaçme. Do një të posaçme. Mund të kemi juve online mbase, nuk e di në çfarë vendi të botës do jeni. Por jetojnë në Austrinë, në Vjenë. Jo, nuk e di në çfarë vendi të botës do jeni në atë kohë, kisha fjalën. Po në çdo vend lidhja online bëhet. Mbase do të kemi këtu. Nëse lëviz me kompjuter me vete, laptop. Të shohim. Tani, sepse kjo ishte pjesa parë e emisionit, pra për çështjet komunitare, nuk e di nëse ju si mysafiri kryesor në këtë komunitet rreth para që thash që në fillim edhe së dyti dhe në studion e televizionit keni një mesazh për ta mbyllur këtë pjesë të emisionit dhe pastaj për të kaluar te një pjesë komplet e një spektri tjetër. Nëse keni diçka, unë do doja për të rinjt, ju e dini vet, kamera po ju pret dhe të rinjt po ju dëgjojnë. Unë nuk mund t'jap mesazhe ex cathedra që të tingëllojnë jo fort etike, por sa më shumë të bëhen bashk shqiptarët, sa më unitet të ketë komunitetin shqiptar në Michigan dhe kudo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa më të qarta të jenë objektivat e aktivitetit përbashkët, aq më sukses dhe efektivitet do të ketë puna e komunitetit shqiptar. Dhe aq më shumë do forcohen rrënjët e tij, do t'i përcjellin brezit të ri dhe duke u rrit brezi baballarëve, ndjen më shumë kënaqësi se fëmia kërcen valle, di gjuhën shqipe, për çka falenderoj juve dhe komuniteti që mësohet gjuha shqipe në kuadrin e 10 kishës. Domethënë një unitet sa më i madh jetë ky unitet, sa më të përbashkëta të bëhen aktivitetet, sa më qartë se ku do arrim, ku du me shku, çka du me bë,
aq më efektshme është. Unë pata shumë kënaqësi në atë aktivitet që bëm për kryengritjen e 11-ës, pata shumë kënaqësi që dëgjova 3 shqiptarë aty apo 4 emra që ishin kandidat për kongres, për senat, kjo është një jashtëzakonisht e mirë. Edhe pse është për shtetin e Michiganit, është jashtëzakonisht e mirë. Sepse vetë duke qenë në forumet politike të një shteti, siç është rasti i Michiganit, i jep komunitetit krah, në sensin, jo krahave për të flutur rrugë, jep krah, jep emocion, jep forcë, jep besim se ne mund të arrim edhe më tepër se ç'kemi arritur tani. Hap perspektiva. Janë emblematike një ata, një diçka që kisha mi thënë, ç'a na mungon ne si shqiptar, bashkimi. E kanë vure edhe e kanë një thellën zemër, tanë ata dashamirët e udhëheqësit e popullit shqiptar, që Skënderbeu me atë grupin e thupra. Që e dini ju, e ka vu thuprat, ka thirrë ushtar fort, i ka thënë thej, nuk ka mujt mi thy. I ka zbërthy, ka pruj fëmijë, e i ka thyer një ka një tanë. Pra gjithmonë bashkimi, se e ka vure, gjithmonë, kur bëhet një diçka kërkohet si ligj edhe si kërkesë, gjithmonë aty është plaga. Pa dërgjel shpishta, thot, ma parë bani grusht me pleshta, se sa bani grusht shqiptar. Aty apa. Pashkovasa, mas shikjoni kisha, xhamia, feja shqiptarit e shqiptaria, mi përbashkë. Gjdo njëri, kushdo kjoft, në Kosova, në Malësia, në Macedonia, në tana diasporë tanë, që bjen dasi, ja kjo ma i mirë, kjo ma i keq, ne jena ma të partë, ne jena ma të dytë, në të pramë, nja jarë miki për mu, nja jarë shtarë miku Shqipënisë. Nja s'dut me një, ka s'dut me një. Një gjak isha me thanë, shkonin tana aktivitetet, kudo që janë, kudo që tjenë, ku të mledhen shqiptarët, me festivale, me koncerte, me neshe futbolit, me gjithë qatë. Knaqëm kur i shof neshe dhe futbolit në Europë që është ajo pjesa e stadiumit mush me flamur shqiptare këto. Ta që dhe mban me të vërtet, për mu një në rrugë, Shqipnia një, që kjo është Shqipet, a një diqa bukur, vedhe me nejtë bashkë. Ba me nejtë bashkë, na mu në marrë një që gjana. Tani, të bëjmë një tranzicion tek pjesa e dytë, nuk do të zgjatemi shumë, sepse nuk duam ta bëjmë më gjatë se ç'duhet, të bëjmë një tranzicion pak te pjesa e dytë e Shqipërisë. Po e bëjmë në këtë mënyrë. Një mënyrë interesante. Sa na ndihmon ky shteti shqiptar në këto përpjekjet tona, qoftë me ndonjë libër, qoftë me ndonjë abetare, qoftë me ndonjë e shumë shka që e ka detyrë në kushtetut. Nuk po flasim për ndonjë ideal të madh, po flasim për një detyrim kushtetues të mbrojtjes dhe ruajtjes së kulturës shqiptare në shtetasit shqiptar jashtë vendit. Me të thanë drejtën, për mu, nuk jam fort i specializuar në ta gjana. Vetëm, unë e vere që ka një diqa, se ata që janë shteti shqiptar, ka kriju në atë imazhin, për menimin tem të gabum, që shqiptar që janë në diasporë, kanë parë, kanë mundësi, kanë gjana, nuk kanë nevoj me i drejtu, nuk kanë nevoj me i mledhe, me rrallë, kanë me e të zveci, kanë tana mundësi. Duke ca gabim, aja punë. Duhet me gjithmonë të me kenë një që drejton, një që thret, një që i gërmullon. Atëhera në ata, si me thotë, burimit që vinë, aja tjetër gjanë. Ashtë një diqa komplet tjetër. Por kja është në ashtu, për mendimin të më ka kenë absent. Unë jam 36 vjetë, do dha 1990 që kam ardhin, që jam këtu në Amerikë, asje nuk e kam një nërë më absolute peshen, bile për kunëzi, ka i herë ka dash, a kanë ma shumë nuk në ka një mu, se sa, bravo. Për shemë me hek shumë zi, për me dzerë një kartë identitetit, për me ba, kur ke puna për votimet, u ba presion për jashtë, me rrallë, shumë i malë, pra vitve nuk ka kanë kohë për ruse, për me kohë për ruse. Nuk di me dhanë, në është e ambasadori din ma te për me dhanë, nuk mune me dhanë një konjunktura, drejtim, se si jam ekspert në atë punë, por diqa duhet me ba në kohën e shtetit. Unë mendoj që problemi i ndihmës shtetit duhet pa në dy krahat. Janë dy anët e medaljes. Shqipëria ka jashtë në diasporë, ndoshta më shumë shqiptarë se sa janë vetë në Shqipëri. Absolutisht. Sa këto shqiptarë
kërkojnë dhe çfarë nga shteti. Në mënyrë të organizuar. Mund bëhen kongrese diaspore 1, 2, 3, 4, disa bëhen për efekte politike, disa bëhen deklamative, disa bëhen të jepet fjala një pjesë e diasporës beson se gjithçka do të realizohet pas asaj. Nuk, domethënë është shumë delikate ekuilibri që shteti të mundet t'i kërkohet pse nuk bëre diçka, duhet t'ja kërkosh atë diçka përpara. Ti thuhet, unë kam nevojë 1, 2, 3, 4. Në komunitetin shqiptar, në Gjiganit është nevoja për këto lloj librash, për këtë lloj kulture, për këtë. Dhe ti thuhet brenda sa kohë do të na japësh përgjigje. Se kemi pak si zakon ne në administratat e shteteve, që po e studiojmë çështjen, po e shikojmë këtë çështje, dhe ti e studion 1 muaj, 2 muaj të bi telefonit ose çojë një metër. A keni studiuar çështjen? E kemi në studime sipër vjen përgjigje. Prap. Dhe kalojnë dhe 6 muaj të tjerë, kalojnë 10. Ja, po se na ka dalë ky problem, se na ka dalë, nuk ka ashtu. Duhet jetë qartë çfarë i kërkohet. Kjo kërkesë ose qartësia për këtë kërkesë ka të bëjë me është bërë një analizë, a ka mundësi, a s'ka mundësi vendi ta japë ndihmën në këtë fushë? Qofse vendi nuk ka mundësi ta japë në këtë fushë, më mirë mos e bëj kërkesën. Se i bie që të bëhen shumë kërkesa që nuk realizohen dot dhe pastaj shahet shteti, i cili vërtet mund të ketë mundësi, ose ka mundësi, po ka neglizhenca të mëdha. Po unë besoj se ka ndonjë ekuilibër këtu. Pra, duhet qartësia, mendoj unë, e komunitetit në kërkesa, të bëjë një listë kërkesave të thotë 1, 2, 3, 4 për çfarë mundësia. Se disa janë që lidhen me Ministrinë e Kulturës, disa janë që me Ministrinë e Arsimit, disa me Ministrinë e Turizmit, disa patjetër. Pra, ja do një paketë kjo, po nuk e di ekziston këtu një komunitet. Nuk do ju ndërpres, vetëm do ju fus diçka. Kur i thua shtetit kam nevojë për X abetare dhe shteti nuk t'i jep, si e quani ju? Në qoftë se i thuhet shtetit kam nevojë për abetare dhe shteti nuk t'jep, shteti kërkohet me shkrim. Me shkrim. Më jep përgjigje me shkrim. Në qoftë se nuk ma jep, pse nuk ma jep? Në qoftë se nuk ma jep se s'ke para, i thuhet shtetit, sa nevojite që unë të kem, sa nevojite juve që ta shtypni, që mua të më vinë këtu 1200 abetare. Sa lek kushtojnë shtypni? Pra duhet ta vesh pak vështirësi administrative, që ka një burokraci të tepruar. Po me fjalë të tjera, do të jetë më konkret, ëh. E kuptoj. Nuk vun buxhet shtetit atë. Me fjalë të tjera, ka një kufizim buxheti shtetit, sepse është paketë e madhe. Ne Shqipëria mos gabojë, ne ka buxhetin shtetëror rreth 15 miliardë në vit, 14 miliardë në vit, diçka 15 miliardë në vit. Në këtë 15 miliardë futet gjithçka, futen investimet e gjithçkaja, përfshir rrogat administrative, përfshir korrentin, përfshir këtë, për eksport, import e tash. Pra, është e mira që të bëhet një lloj feasibility study. Të nxirret prej këtu, prej komunitetit, të nxirret që nevojat prioritare janë 1, 2, 3. Nevojat e 6 muajve më vonë do të jenë 1, 2, 3, dhe nevojat për afat më të mesëm 3 vjet ose 5 vjet do jenë këto. Dhe këto shoqërohen, mendoj unë, me rreth parë me kërkesën për sa kohë bëhet dhe nëse s'bëhet, pse nuk bëhet? Për çka ka nevojë? Duhet vuan vështirësi pak administrata, nuk këtë duhet. Unë në veshët e mi me fjalë tjera gjoj që s'kemi shtet në kështu në 2 fjalë. Jo me kalu këtu, jo me kalu, duhet me, pra ne tash janë 2 anë të medaljes, duhet pa me kujdes, sa është realisht mundësia shtetit, sa pengon nga burokracia, sa nuk është prioritet, se mundet... E kuptoj. Por ka diska shtetet shumë bardhëzi. Nëse ne bëjmë pyetjen sa është mundësia, bëhet edhe pyetja pse nuk qen ka kjo mundësi. Dhe ajo na nxjerr në ca gjëra të tjera që dalim prap që s'kemi shtet. Por është shumë ekstreme. Ka shtet shumë ekstreme, shumë bardhëzi. Nuk jam dakord me këtë qëndrim, sepse të thuash që s'kemi shtet, ndërkohë që praktikisht ke shtet funksional. Atëherë duhet riformulu pak fjalia, që nuk e kemi efikase marrëdhëniet shtetërore me diasporën në drejtim të kulturës, të arsimit, të kësaj. Pra duhet rrit efikasiteti i shtetit. Kur vjen puna e planeve vjetore, X ministri bën plane vjetore. Qëllon, unë kam qenë qeveri, kam marrë pjesë, dhe e di këtë punë. Bën plane vjetore, në këto plane vjetore përfshihet diaspora, atëherë i kërkohet një ministrie që të përfshi kaq % për kërkesat e diasporës. Qofshin për libra, qofshin për kostume, pra duhet do një punë paraprake këtej, them unë, që t'i vihet përpara faktit kur unë kam këtë nevojë. S'po du me thonë që çdo kërkesë do plotësohet. Nuk po du me thonë që shteti s'të plotëson asnjë. Du të them vijeni pak në vështirësi shtetin duke thënë ne kemi këtë nevojë,
Dum këtë përgjigje, nëse s'na përgjigjesh 100%, na thuaj që do t'ju përgjigjen 32% sot dhe vitin tjetër edhe 45% tjetër. Pra, duhet krijohet kjo lloj marrëdhënie. Nuk besoj se hyn në terminologji të dur shtet jo efikas kur kemi të bëjmë me vjedhje. Po nuk do e quaj jo efikase. Po nuk po e hy asaj teme. Sepse mungesa e efikasitetit është çështje koordinimi, ndërsa çdo lloj veprimi që bëhet në mënyrë të qëllimshme nuk e hyn në kurrizë efikasitetit. Dhe sigurisht mjafton për të kuptuar pak nga interesat politike për të kuptuar që angazhimi në shtim, flasim si do të ishte nëse do të ishte më i lartë, ose angazhimi potencial i diasporës nuk është në interesin e stabilitetit aktual politik. Dhe kjo është treguar. Kështu që për këtë arsye unë nuk e quaj mungesë efikasiteti, se cili ka mendimet e tij. Jo, diagnozën mund është mjavu si dësh, veç i herën shteti shqiptar nuk ka as eksperiencë, nuk ka marrë kurrë me diasporën, as kohët zogut, as kurrë përpara. Kohët komunizmit diaspora ka kanë armike, ti s'ke mujt me fol, janë tana që kanë metin në subkonsh, edhe në të shtetit që asot shqiptarëve në subkonsh aty në që e drejtojnë, aty në që e marrin pjesë. Pra ne dën mi ba një elektroshot, dhe mi vip me quj fjen kam me dalu që diaspora, si tha ambasadorja, është më shumë. E ke pa mundur sot me po të lexosh ose ti çka ti je në Shqipëri, ose do të disa raporte për Shqipërinë. Shqipëria ka nivel të lartë korrupsioni. Dhe është e vështirë të mendohet që në këtë nivele e korrupsionit, raportet e Unionit Evropian për Shqipërinë ka probleme korrupsioni me shtetin ligjor, me drejtësinë dhe me gjyqësorin. Janë element themelor të shtetit. Nëse ti ke probleme të korrupsionit, veçanërisht korrupsioni i lartë, që është më i domshëm, gjithë llojet e korrupsionit janë domshëm, po që të kesh një shtet që nuk ka element korruptiv brenda, është pathyse nuk ekziston, nuk ekziston ky shtet, ky lloj shteti. Se shteti qelibar nuk ka. Por du të them që elementi korruptiv që ekziston mund të jetë edhe pengesë. Pra të duhet me vu pak në vështirësi që të kapërcehet, se unë nuk e di nga larg këtë. Kjo vjen për efekt korrupsionit, vjen për efekt të neglizhencës, vjen për efekt psikologjik, vjen për si e kanë Shqipërinë, po se ka kohë. Si ka kohë, po s'ka kohë, pra se na duhet në kjo gjë. Pra duhet mërthy, vita do mërthy pak më shtrëngushëm. Nuk e kuptoj. Ambasador Palis, na kena pas dokushrin një Jugoslavia të në Amerikë. A di që na ka mojt gjallë me ta njata letra që kanë për u. I letër 2-3 vjetë, por u kena mësu për emnat, për këta, në kjofë se shkputesh komplet, ti e hu për gjithmonë. A dhe në vinë puna nuk ishte kënë moj djali atës babës, po kishte kënë djali, atës babës, edhe hu. E njëjta gjash Shqipnia me diasporin. Kur të vinë puna e nipit tim, që ka lektu në Amerikë, me thmit e ti, djali nipit tim, rëzëvish ka me thënë, po jam shqiptar, s'ka me pas as i lidhje, as shpirtnor, as intelektual, as komtar. Duhet rujt prandaj që brezërit mos ahumi këtë. Aja diaspora me kanë, shteti shqiptar me kanë prezent diaspor kuptimin patriotik, jo partjak. Do më fret diçka bisedova një atë 2 ditë përpara me një nga bashkëpunëtorët e juaj. Nuk e dia ekziston në Amerikë, që ka 50 shtete, një komitet koordinues i diasporës shqiptare në Amerikë. Nuk ekziston. Po mirë, cilit shteti do t'i përgjigjet Ministri i Arsimit përpara? Shteti Michiganit apo Albertës? Apo Los Angeles? Okej. Kalifornia. Cili shiko. Pra do edhe këtu një organizim vetë. Kjo është jo vazhdo. Janë vetëm me sqaruar. Ti e din se malet tona kanë funksionu dikur me baraktarin. Po. Janë për baraktarin. Për shembull unë jam prej Grudit, me origjinë, baraktari i Grudës. A da mërmenin një njerë problemet më të mëdha është për mi mledh tanë Grudjat se kush mi thirr. Mune me i thirrën, që jam meshtar, mune me i thirrë me autoritetin e priftit. Me i thirrë tanë Grudjant për me marrë një vendim për Grudin, për ata që duhet me kanë baraktari. Këta kanë hub baraktarin. Nuk e pyet ma kërkush. Unë plasa për më mujt me njall figurën baraktar që me na mledh. Nuk jam të i thanë që i baraktari me pas pushtet sa me marrë vendime. Me na mledh. Ne nuk kena kush me na mledh. Se për shembull nuk mund më uçu mi thanë aty në shqiptarëve në Kaliforni hatet grumullona.
Për mendimin tim atë e bën ambasada gjaja e parë. Absolutisht. Dhe në kushtetut, unë nuk di të shkruhet që duhet 1, 2, 3, 4 organizime të diasporës në mënyrë që t'jetë legjitim detyrimin që shteti ka. Nuk mund të shkruhet kushtetuta kështu. Po nuk shkruhet kështu, dhe për arsye se kushtetuta nuk shkruhet kështu, faji bie mbi shtetin. E para, e dyta, fakti që është pra mos ngatrohemi në, po ja një sekondë, unë ju dëgjova. Tani, mos të shpërqendrojmë njerëzit me 3 milion komponent kur për këtyre 3 milion, 2 milion e 999 janë përbëjnë 1% të gjës dhe 99% të gjës e përbëjnë pak komponent. Dhe ato pak, një nga këta pak komponent, që janë disa, po një nga këta pak komponent madhor, është fakti apo bëhet ky veprim i qëllimshëm, apo bëhet ky veprim i pa qëllimshëm. Dhe në radhë të parë, shteti ka një parti në pushtet, si do e shtetin botë. Dhe partia në pushtet ka disa interesa. Tani, interesat bazohen në mbajtjen e pushtetit. Dhe Shqipëria është një nga shtetet më të shpopulluara me ritëm. Një nga, jo më i shpopulluara, është një nga shtetet më shpopulluara aktualisht, për ritmin aktual. Që vjen paralelisht edhe me ritmin më të ulët të lindjeve në Europë, që e bën akoma edhe më keq situatën. Para edhe shpopullohesh, edhe nuk lind. Dhe duke pasur këto dy komponent, do të thotë që kjo mërgat që të është larguar ty, zotëria në Shqipëri, nga shteti yt, sigurisht që kjo mërgat nuk do të përkrahë ty. Dhe nuk është në interesin tënd që kjo mërgat të angazhohet, sepse ti mund të zgjosh në thonjza tani simbolikisht një draguar të madh që është shumë i fuqishëm, të cilin ti ke punuar gjithë këto vite, ke investuar që të largohet nga vendi. Pra është në kundërshtim me interesin politik, ti lëm burokracit, është interes politik i qeverisë shqiptare mos ta ketë angazhimin e mërgatës. Nëse do të ishte për këto arsye të tjera, atëherë shumë mirë. Unë dëshiroj që mos jetë kjo gjë them unë. Unë dëshiroj që ne sa më shpejt kemi marrëdhënie me shtetin shqiptar. Unë dëshiroj marrëdhënie me shtetin shqiptar. E dëshiroj sepse shteti shqiptar radh parë është adheunjer, është flamuri, nuk është qeveria. Është flamuri. Dhe për këtë arsye unë dëshiroj, por kur unë shoh përplasje interesash politik të partive atje dhe që përplasen me interesat advetare të mërgatës, nuk mund të hyjë unë tani në 3 milion komponent, sepse kjo është mjaftueshëm. Por të kalojmë të tema Bashkimit Evropian se jemi detyruar ta flasim temën e Bashkimit Evropian. Që të mos mbetet opinioni publik që ndëgjon këtë emision me mendimin që shprehet ti vetëm. Okej, në rregull, është e drejtë kjo. Për arsye se bashkëbisedim, patjetër. Ti japësh mendime pak taksative, kjo është kështu, ajo është ashtu, nuk është në favor. Nuk është e favorshme dhe shpesh mund të jetë kontraproduktive. Në favor të kujt? Nuk është favor të kauzës shqiptare, shqiptarisë përgjithësi, dhe mund bëjë edhe efektin e kundërt. Problemi si e shohun është që duhen sqaruar mirë cilat janë mundësitë e shtetit, cilat nuk janë mundësitë e shtetit, cilat pengohen nga administrata, cilat pengohen nga korrupsioni, cilat nuk pengohen nga korrupsioni, cilat pengohen nga neglizhenca. Prioritetet e shtetit janë të tilla që për një fushë të caktuar, drejt një vendi të caktuar, prioriteti mund të jetë më i lartë se sa për një fushë të caktuar tjetër në drejtim të një shteti tjetër. Pra, është një paketë aq e madhe në shtet që nuk po dua as me dalë mbrojtje as me kritiku. Duhet të them kujdesi, ekuilibri i përqitjes kërkesave dhe nevojave. Në të çdo kushtetutë normale do të shkruash vetëm një rresht. Shteti, Republika e Shqipërisë e ka për detyrim të mbështesë diasporën në kudo që është, diçka tillë. Formulimi i tillë. Kjo kërkon akte nënligjore. Si do mbështetet, me çfarë do mbështetet, me çfarë mjetësh do mbështetet. Pra, në çdo paragraf, çdo paragraf kushtetues ka nevojë për të nxjerrë akte nënligjore për zbatimin e saj. Dhe këto akte nënligjore për zbatimin e saj do të vinë deri në atë pikë që do thotë këtu kemi mundësi ose këtu s'kemi mundësi. Atëherë do të flasim me diasporën. Dhe këtu hyn roli, nuk po du as me lavdru, as me kritiku fare, por këtu hyn roli i diasporës. Sa më preciz të jetë diaspora në kërkesat e saj, sa më sakta të jenë kërkesat, aq më në zorë e vend qeverinë për ta zbatuar, duhet ta zbatosh. Nuk jam dakord unë. Duhet ta zbatosh. Pra, në të dy krah duhet pa do dhe një organizim tjetër me diasporën, se diaspora shqiptare në Zvicër është më e madhe se sa në Austri. Gjermania është më e madhe edhe se sa në Austri, por ndoshta aq sa është në Zvicër. Në Angli ka një karakter tjetër, unë kam qenë ambasador në Angli 4 vjet, e di. Ka karakter tjetër diaspora shqiptare atje. Por kur shef gjithë këtë shtet, 320 milion njerëz, dhe shqiptarët të gjenë në çdo shtet të Amerikës,
A e dim ne për shembull, a e dim ne shqiptarët sa shqiptar ka diaspora shqiptare në Amerikë? Detyra kujt është për ta bërë këtë punë? Ndoshta ambasadës. Sa personel ka ambasada, sa fonde ka për vit në këtë X vit ambasada, pra kërkon një studim. Pra nuk kemi prioritet. Jam dakord, nuk është prioritet. Në raste që nuk është, nuk është. Dhe lind pyetja pse dalim aty ku thash unë. Pra nëse është prioritet për cilën fushë. Por nuk është prioritet si tjetër, po do jetë vitin tjetër. Qëndrojmë me këtë logjikë. Pra, qëndrojmë me këtë. Prioriteti është janë një paketë shumë të madhe. E kuptoj. Qëndrojmë me këtë logjikë. Në cilin vend është diaspora dhe për çfarë në këtë paketë prioritete? Qëndrojmë me këtë logjikë. Jam dakord, do qëndrojmë te kjo logjikë. Nuk dal nga kjo logjikë. Do qëndrojmë në kjo logjikë. Si mendoni ju që keni qenë të brendësisë se është prioriteti kryesor i shtetit shqiptar sot? Meqë ne nuk kemi prioritet. Flasim për familjet tona tani. Prandaj po bëjmë hap mbrapa, na harron net diasporës, pyesim për familjet që kemi atje. Un kam familjar atje, nuk e di sa familjar keni ju atje. Po pyesim për ata, cili është prioriteti? Prioriteti numër 1 i shtetit normalisht duhet të jetë rritja e mirëqenies. Cili është në rastin e Shqipërisë? Një sekondë mos në pret, lutem. Është prioriteti i çdo shteti është të rritet mirëqenia dhe niveli ekonomik i popullit tonë. Të rritet ky nivel ekonomik. Numër 1 është interesi i popullit. Për të rritë nivelin ekonomik të popullit, detyrimisht duhet që ky popull të shërbehet mirë në ana shëndetësore. Të ketë një nivel shëndetësor shumë të lartë, se para shtetit s'ka. E dyta është e domosdoshme që ky popull në prioritetet e mëdha është të ketë ujë të pishëm gjatë gjithë kohës dhe të ketë korrent në të gjitha pikat e Shqipërisë pa ndërprerje. Jo herë ka, herë s'ka, herë bishi, herë s'bishi. Prioriteti tjetër është që mendoj unë, çka ata e kanë pa, të rritet sa më shumë niveli i marrëdhënieve të biznesit që kanë vetë shqiptarët në Shqipëri, ta rrisin, ta hapin, ta shtrin, mos ketë monopole, se në Shqipëri ka një problem të madh me monopolet, janë shumë pak kompani që kanë monopole të mëdha. Po kjo nga njëri anë tregon që ka kompani të fuqishme, po nga ana tjetër kjo e mbyt konkurrencën. Patjetër. Që kjo duhet zbërthyese vetë fakti që ne kërkojmë të hyjmë në Union Evropian, i bie ndesh këtij paragrafi që Unioni nuk e lejon monopolin. Normal, kompanitë e mëdha janë, po kjo kompani janë pa prish punën të vegjëlve dhe të mesmeve, kompanitë e vogla. Pra, janë një sër prioritetesh, do të them, një paketë prioritetesh. Shneti, mjekësia ose turizmi, bujqësia, ne kemi sot, sa unë di, ne në Shqipëri jetojnë rreth 42-43% e popullsisë, o në fshat ose jetojnë nga bujqësia. Pra, është e domosdoshme që të rritet niveli i bujqësisë. Ne kemi pak tokë, po vendin e 11 në botë për përdhimin e ullive Shqipëria e mban ende. Është vend shumë i lartë. Janë parametrat që, pra ke mundësi të bësh. Por ne kemi pas një zhvillim pak kaotik mas viteve 91, sepse parcelizuam tërë territorin e mundshëm për të mjell. Po ti shohësh kur zbret nga avioni, ti shih që tërë fushat janë mush me shtëpia. Dhe në të gjithë vendet e ju jetoni këtu, po të jetosh jashtë, fshatat janë gjithë bashkë. Se duke i bashkuar shtëpiat, ti liron tokën. Dhe sot që ti e ke parcelizuar, që te ne është parcelizuar, në parcela të vogla, është e nevojshme të rikrijohen kooperativat, po jo në sensin si ka qenë para 90-s. Se fjala kooperativ vjen nga latinisht, cooperare, me bashkëpunu. Në qoftë se do krijohen kooperativa në sensin perëndimor, siç është në Zvicër, siç është në Austri, siç është në Gjermani, siç është në Hungari, këto kooperativat, fjala kooperativë do të thonë, këto fshatarë bashkojnë tokat, duke ditë eksakt secili se sa hektar tokë ka, duke rritë sipërfaqen e tokës, rritet sipërfaqja e mjellës, rritet sipërfaqja, rritet prodhimi, rritet shitja, rriten të ardhurat. Në të gjitha rastet që unë jam marrë në ato 28 muaj që isha krye negociator për Unionin Evropian, kam shëtit në shumë rrethe. Dhe kam bisedu me kryetarët e bashkive, me drejtorët e drejtorive. E keni prekur? E kam prek direkt. Sa i përmend sa fjalën kooperativ, ambasador na çohet te komunizmi, kooperativa tipit lart, kooperativa, fermat shtetërore, po nuk është ky koncepti. Është ndryshe. Unë s'kam fjalë tjetër për ta gjë. Po kjo është fjala. Pra do një bashkëpunim, do një në këtë mënyrë do rritet. Po vazhdu me parcela të vogla, 1 hektar, 2 dënim, 3 dënim, nuk funksionon mirë. Dhe ka dhe një aspekt psikologjik.
po ti pyesësh shumicën e ku më ka po them unë, më ka taku mua me pyet. A e keni regjistru pasurinë? Pse ta regjistroj? Po duhet ta regjistrosh pasurinë. Ç'pun ke ti me pasurinë time, pse ta regjistrojon? Duhet ta regjistrosh se nëse toka nuk është regjistruar, pasuria jote e patundshme nuk është regjistruar për Unionin Evropian, kjo nuk ekziston. Pra ti nuk mund të kërkosh ndihmë, subvencione, më the thash, për të bë këtë gjë, për të investuar këtë gjë në tokën tënde ose të 2-3 vetave bashk, nëse kjo nuk është regjistruar. Se nuk i del aty në tabulimet që bëhen. Po. Sa si urfaje toket punueshme ka Shqipëria. Nuk i del. Sepse nuk kanë shkuar me regjistruar njerëzve. Po ç'i duhet atij thotë. E njëjta që ndodhi mua kur isha ambasador në Londër. Ndryshe në Irland, kam qenë ambasador edhe në Irland. I kërkoja shqiptarëve. Konsullorja jon dëshiron që të ketë numrin e telefonit dhe adresën. E duam për një lajmërim të mirë, për një lajm të mirë. Por jeta ka dhe halle, ka dhe fatkeqësi. Ku më ju gjet më ju lajmëru? Po çu duhet ju numri i telefonit tim? Çu duhet adresa ime ty? Okej, më fal, nuk e kupton. Ç'kam të bëj? Më fal, me të ndodh diçka. Komplekse të diktaturës. Pra janë duhet të kaloj brezin tjetër. Në brezin e brezin e parë që ka ardhur mendoj shumë të kohë. Pra janë shumë elementë që duhen pa me kujdes, me kujtime sepse çfarë është për një komb, për një shtet, në rast të Shqipërisë, një shtet. 35 vjet një shtet është just a moment in space. Është një moment në hapësirën e zhvillimit të shtetit. Shumë pak kohë e vogël. Kjo më bën mua të mendoj, edhe shumë njerëz duke e dëgjuar, besoj që ne nuk jemi gati për të futur në Bashkimin Evropian, siç në datat që na është premtuar. Ti preke një çështje që unë jam marrë me këtë punë direkt për një numër vitesh dhe unë mendoj që Shqipëria po të ishte gati do kishte hyrë. Kjo është dyanshë. E para, Unioni nuk është gati për të na futur ne, dhe e dyta, ne më shumë jemi gati për të hyrë në Union. Ne kemi disa probleme serioze me drejtsinë. Kemi probleme serioze me gjyqësorin. Një pjesë e problematikës është me prokurorinë, që hyn të dyja me pak. Kemi probleme me shtetin ligjor në përgjithësi dhe me sigurinë. Dy janë nenet kryesore që ka Unioni Evropian. Dy janë kapitujt kryesor. Kapitulli 23 dhe 24. Që thotë? Që njëri është drejtësia, drejtat e njeriut, shteti ligjor, tjetër është siguria. Një shtet që bëhet pjesë e Europës duhet të pas njëjtat drejta. Jo drejta, të plotësohet njëjtat kritere. Kriteret e drejtave të njeriut. Këto dy kapitull është siguria. Sigurimi, policia dhe drejtësia. Pra drejtësia dhe gjyqësori janë të njëjti komponent, po njëri është ligjvënësi, tjetri zbatuesi. Këto dy kapituj hapen të parët, janë në cluster, në grup kapitujt fundamental që janë themelorët. Hapen të parët dhe në gjithë praktikën e deri tanishme, këto dy kapituj do të mbyllen të fundit. Janë prioritar. Po. Sepse të gjithë kapitujt tjerë kanë lidhje me këto dy. Prandaj këto dy i lejnë për në fund. E çojmë deri në farë pike, pastaj është IBAR, që IBAR i thonë intermediate benchmarks report. Si ti ke plotësu kushtet e ndërmjetme, raporti për plotësimin e kushteve, kritereve të ndërmjetme për të kapërcyer në një fazë tjetër. Se një kapitull ka tre benchmarks, një ka opening benchmarks, një ka intermediate benchmarks, dhe një ka closing benchmarks. Por të tre këto duhet miratimi 27 shteteve, që është e vështirë. Ne nuk na ka dalë raporti, nuk na është miratu raporti i intermediate benchmarks për fundamentals. Ky raport, nëse miratohet nga 27-shi, hap rrugën që të mbyllet në një kapitull. Pa këtë raport, ky është themelor për të mbyllur një kapitull. Shqipëria ka hap 34 kapitull, mos gaboj. Janë gjithsej 34, se kapitulli 35 është kapitulli sport,
Janë marrëdhënie dy palëshe që ke me Kosovën, me Italinë, këto dy palëshet ku ka një problematikë caktuar, futen te 35 tek ajo që e quajnë kapitulli i shport. Pra, këto 34 kapituj kur hapen është gjë e mirë. Po nuk duhet reklamuar që u hapën dhe po hym. Tu kemi problem politik që e ngacmon këtë punë. Sa më shumë kapituj të hapen paralel, aq më vështirë është për vendin për të mbyllur ato. Se do ekipe shumë të mëdha që operojnë paralel. Po, është shumë e kuptuar. Po, e qartë. Më mirë është të hapen Me radhë, më pa kapitull, po të mbyllen kapitull se sa kështu. Ti prishin punë njëra tjetrës. Eksakt. Sepse interferojnë te njëra tjetra dhe edhe ndihmojnë po dhe pengojnë njëra tjetrën. Se s'ke plotsu këtë ende që ka lidhje me këtë këtu ende. Pra, i gjithë procesi sa është e dëshirueshme që të ishte të mbyllesh në vitin aq, vitin kaq, unë e shoh me skepticizëm që do mund ta mbyllim në datat. E mira është që data për mbylljen ose për hyrjen në të tilla institucione të mëdha politiko-ekonomike të mos jepen. Se po dhe datë nuk e zbaton, është më keq se sa të mos japësh datë, po thuash do bëj të gjitha përpjekjet, do bëj çmos që të realizoj kërkesat që ka Unioni dhe unë ti ka përcej benchmarket, se sa të do hynë këtë datë, se ke ndorë ti. Ti ke shumë ndorë për do, si me një kandidat që kërkon të hysh, po janë 27 shtete tjera, dhe një mjafton tjetë kundër dhe nuk e do. Pas të është thjesht ndorën tënde. Një ambasadore i pyetje, më falë tash këta e mësion të ju. A është një me hi Shqipnia në Europa, jo? A di për çfarë? Falenderoj shumë për pyetjen. Ma beso mu, a din i thonë italian të la prima impressione era verità, the first impression is the truth. A impresioni parë për mu nuk kam qenë. Që kam. Por është me dy faqe. Unë e kuptoj dhe nuk jeni i vetmi Don Frendi që më keni pyet për këtë gjë. Edhe në kohën kur isha në punë, kishte një numër biznesmenësh të mëdhej, që janë sot përsëri të mëdhej që i takojnë edhe. Po lera, ambasador, se mirë jemi kështu si jemi. Sepse nuk shifet, ai shifet interesi vet. Në qoftë se do hysh mlen, kur ti vit dita që ti plotësosh do të hysh, një numër biznesmenësh që kanë biznese të mëdha, do t'ja veshën ngushtë xhaketën. E këto nuk e duan xhaketën e ngushtë. E duan të gjerë që të operojnë lirshëm. A është mirë të hyj? Në qoftë se ti ke mundësi të fortë të mos hysh, do thotë që të kesh një ekonomi në strukturë të tillë të fortë, ti jesh në gjendje të importosh, të eksportosh, të prodhosh, të mbash popullsinë tënde, të kesh bilancën më pozitive të eksporteve se sa të importeve, është një paketë shumë e madhe. Dhe mbi të gjitha duhet të jesh përgatitur për të përballuar peshën e European Single Market. Ky European Single Market ka 472 milion banor. Pesha këtij, me një ekonomi të vogël 2 milion njerëz, 3 milion njerëz, it crashes it. Atëherë ti përballë kësaj, një të ardhme të caktuar, ti më mirë ke interes të jesh mren, detyrimisht ke interes me politik, ekonomik, social, ke interes të jesh mren, kur ti vit dita që ti të hysh mren, se sa të rish të shtypi kjo peshë e madhe e tregut. Fakti që ti nuk je ende aty, ka shumë prodhime në Shqipëri që janë të mira, edhe me cilësi të mirë. A kanë hyrë të gjitha këto në tregun evropian? Nuk kanë hyrë. Pse s'kanë hyrë? E para se nuk plotësojnë këtë kusht të fitosanitetit. Po fitosaniteti është një nga elementet kryesor. Fitosaniteti do pastërtia e një produkti. Lista e pastërtisë një produkti i ka një 40 boxi, you have to tick all the boxes. Që dolin Portugalet. Janë për gjithë standardi. Konkurenca. Si do përballosh ti tregun e madh kur ti vetë je i vogël dhe s'mund ta konkurosh dot këtë. Pra ti duhet, you have to adapt, duhet të adaptoj vendi që të prodhoj cilë do ishte edhe nish, cilë do ishte ato 3 produkte, 4, 2, kjo do një studiz mirë. Specializohesh në produkte. Eksakt, specializohesh 3-4 dhe të qash tregu me këto tani, që ta kesh gati për nesër. E di që ato janë të tua dhe jenë më i saktë aty. Tani. Eksakt, në të gjithë botën, për fjalë, në të gjithë botën ti gjen feta cheese që prodhohet në Greqi. Unë nuk e di sa nga i prodhohet në Greqi, sa prodhohet në Gjirokastër, për shembull. Se ti se nuk s'ke forcë prodhuese, s'ke forcë eksportuese, ai është në Union e ka ison gati se e ka nga Unioni. Pra në të gjithë paketën është më mirë t'jesh.
Falë për kalje, vetëm për mu s'kjaru, edhe në mendoj se të më s'kjaru, mu ju keni me s'kjaru edhe shumë njerëz tjerë, që me bënë. Kam nuk e di sa është e vërtet, që një prej, kjo se mund me thanë kushtetuar Europian, e thot, një vend që hinin në Unionin Europian, çdo territor i këtij shtetit i tokon jo Europës. Pra, po thom një fjalë, për shembull na kena, po thomun Kromin, që e kena pasur, vjen një kompani gjermane, e merr se ka parë, ban fabrikën, i paguën mirë një ata punëtorë që kanë me punonte, edhe ai mi vlera ka më shku në Gjermani më ba, në një farë në vërf, në nëllkull. Ti vjen e re, më falë për përgjirë, unë shkojnë në Filipojnë, në klajnë më ullë, më lanë në randë. Se thotë e kam marrë, kush e ti që ke marrë? Thotë kam ba hotelin, tu kam, kush sa ty ma që kja rana, duhet me ecë me shku me kalu vilunin, mullë në anë. S'kam parur me paguar të me dha $20 shumë. E kuptoj tamam. Kjo që thonë juve ka të bëjë me çfarë vendimi ka për përdorimin e parë, deti, përdorimi i bregut. Shembull konkret. Spanja ka 4.700 km bregdet. Me ligj parlamentit është e caktuar. Bregdeti i takon të gjithë popullit spanjoll. Një fjali. Çdo kush ka drejt lahet kudo. Bashkia vend çadra edhe shezlonge. Ti nëse do më përdor do të paguash çadrën dhe shezlongun. Kaq. Po jo, unë s'do të rrin në shezlong, po do të rri këtu. Do të pengoj kush, nuk pengon kush atje. Pra do një ligj veçantë kjo, që të lejohet, që të mos i lejohet atij që ka marrë leje për kaq metra katror për hotelin, të marrë edhe bregdetin, se s'ka drejtë ta ketë bregdetin. Se bregdeti takon të gjithë pronë shtetit. Problemi tjetër me Unionin është e drejta e përdorimit të që pyeti Don Fredi, e drejta e blerjes pasurisë të patundshme. Ky është një nen i posaçëm që ka Unioni, që në qoftë se je antar i Unionit, ti si antar i Unionit, nga çdo shtet i Unionit, ka drejt të blej cili do qytetar një pronë të patundshme në një vend tjetër të Unionit. Imobiliare që. Imobiliare, patun tok. Në Shqipëri lejohet të huaj me ble. Katastrofike. Në Shqipëri lejohet me ble apartamente, po jo tok. Dhe Unioni bën presione që të ndryshojë ligji që t'i lejojnë atyre të blejnë edhe tok. Për dalte fjala juaj. Ky ligj është ende nuk e di sa ka hyrë, s'ka hyrë. Kur isha unë bësh presion që të ndryshosh ky ligj. Po si venere në Amëri, ti në vërtet e merr me qira tokën, edhe kur ban shtëpinë, kur kush s'mundet me ble tokë. 99 vjet mund ta hapësh qira, 50 vjet vendos një ligj. Më fal. Jo, po, përfundoj fjalën. Jo, përfundoj fjalën. Pra, mund vendos një ligj shteti. Do vendos një ligj që pasuria patundshme jepet për kaq vite, por që ai do ta blej, le ta blej. Vjena është qytet perandoraki i vjetër. Gjatë hotelet më të bukur, më të mëdha në Vjenë i kanë blej japonezët. I kanë blej japonezët, i majnë 20 vjet rregullojnë, i shesin prapë. Kanë blej arabët që kanë pas pare. I kanë majtë 20 vjet, 15 vjet, i kanë shitë dhe ato. Pra, kjo është një fenomen. A e ka blej, nda që shetë, nda që manë. E ka blej 5, e shetë 12, është biznes këtë mes. Pra, kjo nuk ka një gjithë të keqe. Sepse do qarkulloj. Unë gjova me vëmendje 2 përgjigje tuaja, se morë 2 pyetje dhe dha 2 përgjigje. Kështu që jam i detyruar t'i adresohem që nga përgjigjja parë për të ndjekur rrjedhën logjike të bisedës. Në radhë parë u bazuam kur nisëm, nuk e më korrigjon se nuk e mbaj më drejt, u bazuam kur nisëm që mund të kemi anë negative nëse futemi, por është më mirë të futemi, thatë, për arsye se nuk e përballojmë dot atë ekzistencën ekonomike, flasim ekzistencë ekonomike, duke qenë vetëm. Pra u bazuam mbi këtë assumption, nëse mund ta quhet në Shqipëria nuk është Zvicra. Në këtë tani. E kuptoj qartë. Dhe ju propozuat që Shqipëria të futet dhe që të ketë rolin e saj dhe atë territorin e saj ekonomik të specializohet në disa produkte të caktuara. Që të qash tregun. Që të qash tregun në ato produkte dhe në mënyrë të ketë atë territorin tënd tek ato produkte. Ekonomik flas, territorin ekonomik. E kuptoj shumë drejt. Por kam disa kundërshtime me 2-3 pika të caktuara. Në radhë parë, duhet marrim pak realitetin e shpopullimit të Shqipërisë, do ta lidhun se si do të lidhet kjo me Bashkimin Evropian. Shqipëria është një vend ku ka një dëshirë të largimi. Pra shumë shqiptarë duan të largohen, që janë në vend. E para shikohet nga shifrat e largimit, e dyta shikohet nga sondazhet që pyesin njerëzit
a dëshironi të largohen, se jo gjithë kanë mundësi të largohen. Janë më shumë persona që kanë dëshirë sa që kanë mundësi, patjetër. Integrimi në Bashkimin Evropian të jep ty automatikisht, nëse bëhet i suksesshëm, pasaportën e Bashkimit Evropian. Apo jo, patjetër. Dhe unë e kam me siguri që shumë prej shqiptarëve të Shqipërisë të sotme që ne flasim, nëse do të marrin në dorë atë pasaportë Bashkimit Evropian, do të ikin nga vendi. Do të largohen. Nuk do presin funksionimin e formulës. Do të largohen nga vendi në mënyrë më njerëzshme duke marrë një goditje shpopulimi masive. Dhe Shqipëria me ritmet aktuale që ka të shpopullimit dhe me rënien e popullsisë që ka aktualisht, nuk më duket e gatshme për ta përballuar këtë nëse flasim për gjendjen si është sot. Nëse ndryshon është tjetër bisedë. 1. E dyta. Nuk besoj se Shqipëria nuk do të kishte kapacitetin për të qëndruar e vetme, nëse ajo do të përdorte siç duhet burimet që ka, sepse në bazë të burimeve që ka, sasia, po edhe duke llogaritur dhe sa banor ka, gjithmonë per capita, nuk po mbajmë Amerikën, do mbaj vetën e vet me ato burime që ka, nuk më duket sikur Shqipëria nuk e mban dot veten, sepse Shqipëria me burimet e naftës së saj që ka, dhe nëse do të godas monopolet që ka, mund të qëndrojë, qoftë nga uji, qoftë nga burimet e ujit që ka dhe më të larta se sa Greqia, por nuk i përdor, ne e blejmë ujin në Shqipëri. Ti shkon në jug për pushime, të vjen shisha ujit 8.000 lek, 10.000 lek shisha ujit. Ndërkohë ti e ke burimin për të mbajtur, që është dhe greke për më tepër. Ndërkohë ti ke burimin e ujit për të mbajtur gjithë Europën me ujë, por jo ujin e blen. Ke naftën më të shtrenjtë në rajon, ndërkohë ke burimin e nafte për të mbajtur gjithë rajonin me naftë. Por nuk i përdor ato, nuk e avancon atë teknologji, sepse avancimi i asaj teknologjie është në kundërshtim me interesat afatshkurtër të personave që kanë kapur monopolet. Apo jo, patjetër. E njëjta gjë me Kromin dhe me shumë shka tjetër, edhe siç thatë dhe me cënimin territorial nga Bashkimi Evropian, sepse burimet e Shqipërisë janë të vlefshme për Bashkimin Evropian. Pa nuk është thjesht ndarje, është një formulë globaliste që është ndarje e burimeve. Dhe pika e fundit për ta mbyllur është edhe si po bën Bashkimi Evropian sot, se ne pam vendet e Europës, të cilat u futën me kokë në bazë agjendave nësa politika të energjisë gjetbër e shumë shka tjetër, dhe sot janë në një pikë jo të mirë ekonomike, pa nuk po bëjnë as ata mirë vetë me këtë formulë. Dhe tani sa duhet të trembemi ne që kjo Shqipëria, po të rri vetëm nuk ja del dot, duhet futemi sa më shpejt. Dhe për ta mbyllur e fundit fare, është, kur unë po e marr me një shembull mikro, po ju drejtoj si tip pyetje. Unë e zëm futem në shkollë dhe do bëhem avokat. Dhe duhet që 4 vjet kam bërë vetëm 2. Nëse unë e ndroj degën dhe duhet bëhem inxhinier, këto 2 vite shkojnë dëm, apo jo? E njëjta gjë ndodh nëse qeveria sotme merr vesh integrimin në BE është i gabuar. I duhet të çojë dëm gjithë propagandën që ka bërë për gjithë ato vjet. Pra do të thotë që edhe nëse kjo qeveri e shikon që ky integrim nuk është i duri, nuk mund ta ndaloj dot më në këtë pikë që është. Sepse vetëm një mënyrë për ta ndaluar ishte nëse do të kishte punuar drejt dhe suksesshëm në shumë fusha. Por fatkeqësisht kjo qeveri sot gjendet në gurin e fundit, siç ju thatë dhe para fatin, gjendet në gurin e fundit që është 2030, pra është pas zgjedhjeve, është afati që kanë thënë 2030. Pra më jepni edhe një herë mua zgjedhjet juve se do futemi në Bashkimin Evropian. Ndërkohë ai nuk ka zgjidhje tjetër, se ky është guri i fundit për të qëndruar. Tani sa kredibilitet më jep kjo mua për gjithë formulën? Unë besoj se ne duhet të notojmë Europën brenda nesh. E më pas futemi dhe në Europë. Po la ambasadori me forca, ja e di mirë. Po jo ta vi Europa ne. Europa brenda duhet ndërtuar brenda Shqipërisë. Po ta napi një përgjigje të shkurtë. Po patjetër. Herën rradh parë se thotë na nuk duhet mi thanë ti apo mblen. Ja apo mblen mu, mi thanë sa po mnep që po mblen. Ne na i thanë vetëm ti u lut apo mblen apo merr. Ti po merr po sa po mnep. Ata bëjnë balans, ata thirë, po për në të folë kështu ma gjune poplit, ma turtin që shikën poplit, lërgë, ju e dini, ambasador të atë në malet tona, ata pleqtonë, që s'kanë pas shkollë, këtu po kanë turët, kanë pas sa turtin, kur ka kanë një problem që i komplikum, ka thanë, nuk ja vjej kja punë, nuk ja vleni kja punë. Në edhe e ka mëllë me njatë, mu më duket jena ty mundu shumë me nga blej. Në eliminut me po blej, po qa po marrën për te. Sa ta ardhen da prune dhe do më arrina sot dësh në dimek në drejtat e njëri. Procesi i integrimit në Union është 2 krahësh. Nuk është që ne do hymë dhe do hajmë me lugë të Florit, si u thonë, 46 të Shqipëri. Ne do përfitojmë në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fusha, do rritet niveli,
Edhe Unioni do përfitojë. Lutem, vetëm ma bën konkretisht, ta fushat që fitojnë. Fitohet në fushën e transportit, fitohet në fushën e industrisë, fitohet në fushën e shitblerjeve, fitohet eksport-importi, fitohet në porte, fitohet në turizëm, fitohet gjithë i tërë niveli i shtetit rritet. Por thëmi shtetit i popullit. I shtetit i tonë, përfshirë popullin, shtetit, vendit tonë. Jo, tërë niveli popullit shqiptar është pyetja. Unë e thash që në fillim fare që prioriteti numër 1 është rritja e merqenies popullit. Kur them Shqiptar. niveli i shtetit, populli shqiptar. Jo se ndryshon integrimin në Bashkimin Evropian. I popullit shqiptar Shqipëria të është shqiptarëve. Okej. Në rregull. Flas për Shqipërinë. I popullit shqiptar i vendit tonë, i Shqipërisë, i tërë niveli ngrehet. Ngritja e këtij niveli nuk mund të shoqërohet pa interesat e Unionit. Ato kanë pas interes. Se edhe ato kanë pas përfitime nga kjo punë. Ka pas përfitime se i shtohet sipërfaqja e kësaj, i shtohet minerat, i shtohen burimet, i shtohen portet, i shtohet një gamë çështje që ne kemi. Por nga ana tjetër, Shqipëria duhet të jetë realiste, ne duhet të jemi realistë. Që mos kujtojmë ne se kemi prodhime naftë të majnë veten tonë të shtetit. Nafta jonë është në fund, nuk ka më, ka shumë pak. Edhe ajo propaganda që bonte kryeministri kur shkojnë në Shpirag, gjetën naftë atje, dolën kaq që do hajmë do rregullohemi tërë, si doli, u trohoi shelli, iku, e mylli, s'ka. Jo, më falë, si ishte, ne nuk kemi, si ishte... Ka naftë shumë, ka dalë një burimi madh, unë ka folur me drejtorin e shellit. Ne nuk kemi naftë, mjaftuar. Jo, se nuk ka kuptuar, sinqerisht. Është egzagerohet. Burimat që kemi. Po, egzagerohet. Dhe sa është e vërtetë? U gjetë në Shpirag, doli në Shpirag, u zbuloi se shelli ka kaq vite që punon dhe ka gjëra, ne do të jetojmë, do dali kaq milion metra kub naftë kështu e ashtu. Dhe unë takova drejtorin e shellit, dhe unë një darkë për të. Edhe thash, si është kjo punë, do ta mbyllim, se nuk ka. Është pa lëvërdi ekonomike. Nuk po du me kritiku të shtisë, nuk du ta them drejt. Mos të egzagerojmë. Minerët e kromit ne kemi pas. Po sa shfrytëzuar gjatë gjithë kohës deri në 90-ën, dhe sa shfrytëzohet sot minerët e kromit, i kanë privatizuar një pjesë minerëve, dhe i kanë privatizuar me damar. Se toka, kromi e ka ndarë me damar. Dikush ka ble këtë damar. Eksakt. Pra, nëse këto që kanë blerë 5 veta, 3 veta këto damar, a janë ato dakord t'ia rishesin dikujt tjetër, ai kompani e madhe e prodhimit kromit, ose eksport-importit kromit, një kompani e madhe nuk ka interes një damar, do ta blejë të gjithë. A janë to të gjithë dakord që të shitet të gjitha sa shit. Pra, është më e komplikuar. Nuk është aq e thjeshtë sa mendohet, se në këtë periudhë, për arsye edhe të korrupsionit, që e përmendën, që ta thashë unë, i shit një numër biznesmenën, njëri ka kapë tjetër, ka marrë tjetër, ka marrë atë. Nuk e afatgjat për atë, po për vetë kombin, për shtetin tonë është problem. Pra, ne nuk duhet, ne do të themi që kemi shumë. A mund ta përballojmë? Unë përsëri them që Shqipëria është më mirë të jetë dhe sa më shpejt i bëj detyrat e shtëpisë. Aq më zor do ta ketë Unioni të thotë jo. Sepse detyrat e shtëpisë po ti bësh, do të thotë që unë po bëj atë që po kërkon ti për të hyrë atje. Si puna e klubit gjyqtarëve. Për të bënë antari klubit gjyqtarëve, ai do thotë do bish kaq këmbëzoj, do bish kaq të vramë vërtetuar këtu, pra edhe këtu ka ca kushte. Se ne po kërkojmë me hy, siç kanë kërkuar të tjerë para nesh. Është ndryshe Zvicra. Që e përmend më parë, si Shqipëria nuk është Zvicra. Pse e përmend më parë? Zvicra e ka në kushtetut, Zvicra ka 7 kantone dhe edhe presidencën e ka me rotacion. Çdo vit kryeministri i një kantoni është këshilltari i parë, këshilltari quajnë, nuk është president, këshilltari i parë, që me rotacion presidenca. Zvicra e ka në kushtetut që për çdo gjë aty bëhet referendum, pyetet populli. Duke filluar nga prerja e pemëve në një lagje, do pyetet populli. Nga lokalet në Eksakt, do pyetet popullsia që jeton këtu, a doni as doni. Dhe vetëm nëse shumica don janë përcaktuar, për këtë gjë është 51%, për këtë 62%. Në bazë të pak. Për Unionin Evropian, në kushtetutën e tyre është e shkruajtur që çdo referendum që rrëzohet 3 herë mbyllet çështja për jetë. 2 herë ka bërë referendum Zvicra për të futur në Union. Është votu kundër. Në qoftë se edhe një herë referendum kërkesën për të futur në Union dhe e rrëzon, kjo bie përfundimisht të jetën, nuk kanë drejt ta ngrejnë më. Pra nuk është njësoj si kemi, janë ndryshojnë raportet. Kjo ishte që unë adim për se mu vërtet mu i fjekja. Ka një shokë jam në Maje, edhe në atje në ta ishujt e në Lulusa dhe qa. Kur ka nërë për herë të parë, ta Europian, ka pas i zhvillim dhe populli vendas.
kanë hy motorcikleta, kanë hy se një gjatë tjetër. A di ku janë sot? Në majet mali. Tanë vetëm lajnë qarqafat edhe bajnë salatat. E komplet edhe i kanë lanja 200 metra vë shku mu la. I kam kjarë, ba mu s'mu ka i spital e po, nuk kem me rënë mu, a jetën aty a i zoti. Pra, do përsëri, ajo që ta bëj një somë sumarum tam. Po, se më falë se një papa i tjetër. E gjithë paketa, kur përmendash për prioritetet nuk ka kur bën studime strategjike të shtetit, të një shteti X, në Shqipëria, në studime strategjike që ka, i merr me radhë tëra degët e ekonomisë së saj. Merr shtetësinë, merr transportin, merr interkoneksionin, energjetikën, merr turizmin, merr bujqësinë, edhe këtu janë përcaktuar të gjitha. Por problemi është sa zbatohet nga viti në vit kjo punë, se normalisht studimet strategjike janë afatgjate. Në 5, 10, 15 vjet. Absolutisht. Shkojnë afatgjat. Vetë fjala strategji do të thotë afatgjat. Kështu që e gjithë paketa duhet të rritet paralel. Të lutem fal. Po ngur ta kemi shënetësinë, gjykatën e tonë, s'kam nevojë për ta. Unë jam rregull atë. Po nuk është shteti vetëm versione gjeshësia gjykat. Unë jam ty rahat një krahit që mos të vinë. Jena të sepse në një krah po themi se sa të pa mbrojtur ose se sa e pa organizuar ishte bujqësia jonë dhe produktet tona dhe fermerët, qoftë nga toka, qoftë nga hapësira, qoftë nga bashkëpunimi e shumë shka tjetër, në krau tjetër po themi do futemi në BE që të na rritet mirëqenia e popullit. Ndërkohë, kjo bujqësia jonë nuk po e mbron dot produktin vend as pa qenë në BE. Se si do futemi ne në BE dhe kjo do mbroj produktin vend as do ketë mirëqenie? Po si ka mu produkti vendas? Kur ne se do të pak ne nuk i vëmë kurrë tarif mollatartave që vinë prej Maqedonisë. Edhe atëherën ai fut pleh kimik e ban mollatartën e mallit. Ky fshatari nuk ka parë me ble plehin kimik, i del mollatar ta vogël. Aja shet 9 lek, na duhet me shit 10 për me dal 0-0, na duhet me shit 11 me fiduj fije. Dhe pa që në BE kjo. Imagjinoj kur të futemi. Atëherë hapen kemi 3 minuta akoma vetëm. 1 minutë ja lëm mbylljes, 2 minuta akoma. Kjo është duhet pa me shumë kujdesin e ekuilibrit. Tamam. Me ekspertizë. Është pa mundur që një deg e veçantë të zhvillohet për të vidita për të hy, do ta kesh prunë në nivelin që duhet për të hy. Në qoftë se ne sot në gjitha aspektet, qoftë se ne nuk përpiqemi vetë në radhë parë që t'i plotësojmë standardet, është problem i madh. Pra, spari do t'i bëjmë ne detyrat, pra përmenda 2 herë, detyrat t'i bëjmë ne që ta bish në atë nivel që ai mos thotë nuk e ke prunë në nivel këtë. Është më kollaj në se sot kjo po ndodh. Kur ta binat për sigurinë ushqimore ndodhi. Jo, masi të kash prunë në këtë nivel, hyn sepse keq ti thush, keq ti japësh dhe keq të marrësh. Duke ruajtur në nivel të caktuar edhe i lloj suvereniteti, sepse kur hyn atë një suverenitet një pjesë e lëshon. Atëherë pse lodhemi kot në pyetja është apo e bëjmë apo përpiqemi? Po përpiqemi. Por është entuziazmi më i madh i politikës se sa, jo. Unë besoj e di. Përpjekje të vogla po. No, bëhen përpjekje. Të konsiderueshme? Bëhen përpjekje, por bëhen përpjekje ajo që i thuhet nga politika shpesh herë egzagerohet. Dhe nuk i thuhet njerëzve realiteti, se kur ndodhi në Union para 2 javësh, para 2 javësh thirrën në Union këtë kryeregulatori që më ka zëvendësuar mua dhe 2 ministra. Po. Pse i thirrën? Pse nuk i thuhet njerëzve pse i thirrën? I thirrën për të thënë që nuk keni vepru drejt me drejtësinë, balluku, 1, 2, 3, 4, 5, ky shtet, ai shtet, nuk është dakord. I thirrën për këtë ministrin e brendshëm, që unë kam pasur grupin negociator, e kam pas brenda atij grupi Vartës. I thirrën për të thënë edhe kësaj, a ja than këto çfarë ne gjon atje? A ja than qeverisë, normalisht duhet e këtë thonë. A ja than njerëzve? Jo. Besoj se po. Po unë se kam pa, as se kam lexuar, se kam dëgjuar. Pra, politika e egzageron. Se jemi në mbi kohë, nuk është se kemi një gjë shumë të shkurtër, jemi mbi kohën. Ta mbyllim në rregull? Gjithçka mirë në rregull. Diçka mirë në rregull është shumë gjëra janë edhe pra shumë gjëra janë të varura nga analiza, shumë gjëra janë të varura edhe nga se shumë gjëra janë evidente në atë vend. Me syrin, pra atë që jeton aty flas, jo për ne që shikojmë nga mërgata, pra atë që jeton aty do ishte i prek gjërat.
shumë kushte dhe shumë përpjekje ose ecurira në fusha të ndryshme, flas vetëm në parim. Tani, e para njerë ju falenderoj që e bëm këtë bisedë të tre këtu bashkë në këtë studio. Ju falenderoj njerë për pjesën e parë, e cila është një pjesë shumë e rëndësishme dhe nuk vlen vetëm për diasporën shqiptare në Michigan. Është një pjesë e cila vlen për diasporën shqiptare në mbar Amerikën dhe në mbar botën. Qoftë koordinimi i diasporës, nuk ndodhi vetëm këtu, ndodhi në gjithë botën. Qoftë vështirësitë, qoftë nevoja për ta trashëguar patriotizmin tek e ardhma, nuk ndodhi vetëm këtu, por në gjithë botën. Ju falenderoj edhe për temën e dytë, që është një temë e aktualitetit, që shqetëson dy palët e mendimeve ose tre, se gjithmonë ka dhe një pjesë të konsiderueshme të popullit e cila qëndron neutral, palën që është pro integrimit dhe palën që është më euroskeptike, po them, nuk po them kundër. Është krejt normale. Po them është normale si në çdo vend botës kjo. Kjo është në çdo vend botës. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Falenderojmë të gjithë ata që na ndoqën në këtë intervistë. Do të shikohemi sërish në emisionin Qendrim nga unë Tedi Mene në ACTV USA. Takohemi të premten e ardhshme në bashkëpunimin me True Podcast. Ju falenderoj dhe mbrëmjen e mirë çdo shqiptari në çdo vend botës që është. Ju bekov zoti. Edhe ti të rritet bekov.